Korça po përgatitet të mirëpres një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të këtij viti, Festivalin Ndërkombëtar të Bandave Frymore, që do të zhvillohet më 24, 25 dhe 26 tetor. Për 3 net radhazi qyteti do të shndërrohet në një skenë të hapur arti, ku do të ndërthuren muzika, ritmi dhe energjia e veçantë e bandave frymore nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës. Shpresoj që ky festival në 3 net të jetë një ngjarje e rëndësishme jo vetëm për ardashtet e Korçës, por të jetë dhe një shkëmbim eksperiencash për gjithë artistët dhe gjithë instrumentistët e frymës. Janë 150 artistë të cilët njohin qytetin e Korçës, të cilët bashkëpunojnë midis njëri tjetrit, kontribojnë për të rinjt e këtij qyteti, për t'i afruar sa më shumë ata me artin, me kulturën, gjithashtu për të kontribuar në ngritjen e nivelit artistik në qytetin e Korçës. Nënkryetaria e Bashkisë Korç, Benila Themeli, u shpreh se festivali i shtohet kalendarit të ngjarjeve që promovojnë turizmin kulturor. Bashkia e sheh jo thjesht si një event artistik dhe kulturor për banorët e territorit Korçës, por dhe si një mundësi për të trequr në Korçë vizitorë të shumtë. Me një kalendar të pasur aktivitetesh përgjatë 3 ditëve, Festivali i Bandave Frymore pritet të ngrejë edhe një herë lart shpirtin artistik të Korçës dhe të forcojë identitetin e saj si qyteti i kulturës dhe muzikës.